Miqtë e mi, përshëndetje. Adoleshentët që përpiqen të jenë të pranuar nga të tjerët, shpesh shtyhen të bëjnë gjëra që e din mirë se janë gabim. I tillë ishte edhe personazhi i historisë sonë të sotme. Që fëmia ishte ndryshe nga të tjerët, kështu u rebelua. Më pas filloi të bënte gjëra të rrezikshme që e çuan në një vend ku nuk do donte të ishte. Ai nuk mundi të largohej deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Në autostradën numër 22, këtë pasdite ndodhi një aksident, ku një makinë plerash u fut në krahun e kundërt të rrugës që zgjidhente nga trafiku dhe u përplas me një kamionçin. Në aksident u përfshi edhe një kamion i madh, i cili humbi një nga rrotat e tij. Policia mendon se alkooli mund të ketë qenë shkaku kryesor i aksidentit. Forcat e shpëtimit u detyruan të ngjiteshin nga drejtarja e kamionçinës për të shpëtuar shoferin dhe pasagjerin, të cilët u dërguan menjëherë në spital. Për momentin nuk dihet se cila është gjendja e tyre shëndetësore. Po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizmin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori përcjellin lajmin e mirë në botë dhe janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 317, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Kevin, u zgjove birë. Oh, sa i gëzuar që jam. Bën mirë të mos flasësh birë. Ke për të shëruar shumë shpejt. Doktorët thanë se një pjesë e gjuhës thuajse të ishte kaputur, ndërsa këmba është thyer. Ndaj për një kohë të shkurtër, as nuk do të ecësh, as nuk do të flasësh. Por jemi të lumtur që je ende gjallë. Fillimisht situata dukej shumë e vështirë. Ti u përplase me një makinë plerash, Kevin. Thonë se shoferi kishte qenë i dehur. Vajza që ishte me ty ka pësuar vetëm disa tronditje të vogla. Shoferi i kamionit të plerave është futur në burg. Bir, mund të kishe vdekur, por Perëndia të ka bekuar. Mos harro ta falenderosh atë, Kevin, sepse të ka kursyer jetën. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 17 vjeç kur ndodhi ky aksident, që mund të ishte një shtys që ai të ndryshonte. Por në fakt, ai nuk e mori as pak në konsiderat këtë ngjarje, të paktën jo ashtu siç mendojmë ne. Kjo është historia që tregon se si u përgjigj ai kësaj shtyse dhe pengesave e mundësive të tjera që i dolën përpara. Një dëshmi e vërtetë e Kevin Knowles që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë jam rritur në një fshat të Alabamës. Prindrit na çonin në kishë dhe duke përdorur Biblën, na mësonin si ta donim dhe t'i bindeshim Perëndis. Babi kishte një kompani të vogël për prerje dhe transportim të drurit, dhe punonte aq shumë që të kujdesej për mua, nënën dhe motrën time të madhe, sa kur kthehej në shtëpi e zinte gjumi në karrige. Shpesh doja të luaja me të, por ai ishte gjithnjë i zënë dhe i lodhur. Kur fillova shkollën, unë isha i ndrojtur dhe kisha frikë nga ajo që të tjerët mendonin për mua. Ndaj për të qenë i pranuar, u ktheva në klonin e klasës. E njëjta gjë ndodhi edhe në kampin që kisha organizoi kur isha 9 vjeç. Shokët e mi pranuan Krishtin në jetën e tyre dhe për të qenë si ata, e pranova edhe unë. Por kur hyra në adoleshencë, u largova nga Perëndia. Si shkoi kampi me adoleshentët, Kevin? Ishte shumë e mërzitshme, mama. Po si mund ta thuash këtë? Ata luajtën shumë lojra, por unë si gjithmonë kam frikë, ma, se mos e shkatroj gjërat dhe të tjerët tallen me mua. Ndaj, e vetmja gjë që bëra ishte të rija të shikoja. Përse nuk e provon të luash ndonjë lloj sporti në shkollë këtë vit? Mbase do të luaj futboll. Më pëlqen futbolli. Ti ke qenë gjithmonë pak i ndrojtur, Kevin. E mban mend ditën e parë të shkollës? Ndënja në klasë me ty po thuajse gjithë ditën. Po, e mbaj mend. Por mami, unë jam më fëmijë tani. Duhet të jem si gjithë të tjerët, të shkoj në festa dhe të bëj shumë gjëra. Kevin, ti e di që ne nuk jemi dakord për çdo gjë. Por ka kaq shumë argëtime që unë nuk po i shijoj, ma. Për sa kohë që do të jetosh në këtë shtëpi, do të vish në kishë dhe do të bësh atë që ne themi. Tek jeta e krishterë nuk gjeje asgjë domethënëse. Predikimet rreth ferrit më të merronin, megjithse mendoja se isha i shpëtuar. Kisha shumë dëshirë të shkoja në përfesta me miqt, të rria me vajza dhe të pija.
Në verë punoja me timat dhe takoja djem të rritur që pinin alkool dhe duhan. Doja të isha si ata, të flisja si të doja. Kur isha 15 vjeç, disa shokë të shkollës morën një ark me birra dhe piva me ta vetëm që të më pranonin. Megjithse shija e alkoolit nuk më pëlqeu fare. Etja ime e vërtet ishte të bëhesha i lirë. Dëshiron të lësh shkollën? Kevin, kjo është marrëzi. Babi, unë po ngel. Ndaj kam vendosur të punoj me ty me kot plot. Bir, mos hiq dorë derisa të diplomohesh. Ne po lutemi për ty. Por unë e urrej shkollën. Po më lejove ta lë, kam për të marrë një certifikat që është e njëjtë me diplomën e shkollës së mesme. Të jap fjalën. Nëse, sido që të jeti prapë se prapë i ngelur je. Me të vërtetë e ke atë punën e certifikatës? Po si jo? Gënjeshtra u bë pjesë e jetës sime. Hoqa dorë nga shkolla dhe as që u përpoqja për ta marrë atë certifikat. Fillova të dilja fshehur as nga shtëpia natën. Kur isha 17 vjeç, bleva një kamionçi të re. Dhe pas ditën që ndodhi aksidenti, unë po çoja të dashurën në një qytet tjetër për të blerë fustanin e mbrëmjes së maturës. Hunda ime u dëmtua shumë dhe mora tronditje të forta nga brenda trupit. Në spital erdhi të më takonte një avokat dhe më bindi që ta denoncoja kompaninë e makinës së plerave. Kështu fitova aq shumë para sa bleva një shtëpi dhe një makinë të re. Më pas gjeta një mënyrë tjetër për të qenë i pranuar nga të tjerët. Çfarë po bëni djema? Ke provuar ndonjë drogë ti, Kevin? Asnjëherë. E po tani ke mundësi ta bësh, nëse nuk ke frikë. E pse të kem frikë? Unë gjithnjë kam dashur ta provoj. Urdhro atë, fife, dhe mbaje brenda aq sa të mundesh. Droga jo vetëm që më bëri të pranohesh nga të tjerët, për më hoqi ndrojtjen. Shumë shpejt unë u bëra pjesë e grupit të djemve që drogoheshin. Një ditë pas punës, ata shkuan për gjuheti dhe atje provuan kokainën. Kisha dëgjuar se kjo lloj droge të bënte shumë të varur. Dhe kështu droga më vuri në këmbët e saj. Kokaina më bënte të ndihesha si hero i madh, dhe nuk më mbyllej goja. Mendoja se kisha gjetur kurën ndaj ndrojtjes. Kur mbusha 18 vjeç, shkova të jetoja me një grua. Në shtëpinë e prindërve shkoja vetëm për të marrë rrogën. Bir, urdhëro çekun. Ta dish që nuk je paraqitur gjithë javën në punë. Megjithatë e kuptoj që tani të duhen këto para. Ashtu është, kam shumë shpenzime. Tani që ke marrë shtëpinë tënde, thuaj se nuk të takojmë fare, Kevin. Kam qenë i zënë, mami. Dëshiron të vish në kishë të dielën me ne? E për çfarë të vi kur nuk më intereson? Biri im, ti duhet të martohesh me atë vajzë që po jeton, sepse ti e di shumë mirë që është gabim të jetosh në mëkat. Mami, nuk kam ardhur që të më bësh moral. Bir, nuk mund të vazhdosh të largohesh nga Perëndia. Ne po lutemi për ty. Fillova të shpërndaja drogë. Gjatë gjithë javës punoja. Me paratë që merrja blija drogë dhe udhtoja me kamionçin për ta shitur. Më pas shkoja të festoja me të ashtu quajturit shok. Në shtëpi kthehesha duar bosh. Në momentin që u bëra i varur pas drogës, dëshpërimi dhe zemrimi filluan të bëheshin pjesë e jetës. Kjo gjendje vazhdoi për 2 vjet. Një ditë policia më ndaloi sepse po i jepja makinës me shpejtësi. Kështu që bisedova me një shok dhe i thash se isha në telashe. Kevin, nga e diti që policia të është vënë nga pas? E di se nuk jam treguar i kujdesshëm, Junior. Kisha lënë jashtë paketës së cigares një pipë për thithjen e drogës. Dhe e pan? E pan dhe e morën për ta testuar. E po të paktën nuk të kanë kapur me mall në duar. Ndaj mos e vrit mendje fare. Ti nuk më kupton. Ata kanë shkuar edhe në shtëpinë time. Si thua sikur të shkojnë për gjuheti në fundjavë? Largohu për disa kohë derisa ujërat të qetësohen. Mirë e këti. Të marrim edhe ca mall me vete. Po, dhe me qëra fjala, unë dhe i me shoqe njohim një vajzë që duam të takosh. Quhet Debi. Gjatë asaj kohe dikush më dha një fletush që tregonte se do të shkoja në ferr, dhe u friksova shumë. Më solli ndërmend predikimet që kisha dëgjuar në kish. Në fletush shkruhej: dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi. Nuk e kuptoja pse kisha frikë. Unë isha shpëtuar. U përpoqja ta shmangja policin. Por testi i pipës që më morën doli pozitiv dhe më arrestuan për përdorim droge. Vazhdova të merrja drogë edhe pasi më lanë të lirë.
Ndërkohë, Juniori më prezantoi Debin, e cila më pëlqeu me njëherë sa po e pash. Kevin, Juniori më ka thënë se të kanë akuzuar për përdorim droge. Është e vërtet. Pas 2 muajsh kam një seancë shurtimi. Ke frikë? Fare. Unë në prill i mbush 21 vjeç. Pastaj kjo është hera e parë që më arrestojnë. Ndërsa unë nuk përdor fare drogë. Asun? Tani kam hequr dorë. Është e rrezikshme. Sa mirë që ke marrë këtë vendim. Dëgjoj. Sa herë që ndahem nga ti, trishtohem. Edhe unë. Atëherë si thua sikur të vish dhe të jetosh me mua? Ajo erdhi të jetonin bashk. U përpoqja t'ia fshija faktin që merrja drogë, por kjo ishte pak e vështirë. Ajo ishte shtatzan kur mësoi të vërtetën. Gjykata më la të lirë me kusht dhe më futi në një kurs për varësinë ndaj drogës. Unë nuk doja të hiqja dorë nga droga. Thjesht u bëra i kujdesshëm. Djali ynë lindi në shtator. Në nëntor shoku i më i mirë, Junior, u vra kur përpriste dru gjatë orarit të punës dhe vdiq në vendngjarje. U dëshpërova shumë për vdekjen e tij, por u përpoqja ta fshija brengën dhe frikën që kisha ndaj vdekjes, duke marrë më shumë drogë. Vitin që pasoi fillova të merrja metamfetaminë, një lloj droge që është më e fortë se kokaina. Kevin, nga isha? Nuk kam lënë vend pa të kërkuar. E pse më kërkon? Sepse kam thuajse 1 javë pa të parë. Mendova se mos kishe harruar ku jetoje. E po, kam qenë i zënë. Ke qenë i zënë duke u vërdallosur me ata shokët e tu drogaxhinj. Pranoja. Aho, o ti pse nuk e shkuar në punë? Duhet të qëndroja në shtëpi me Vincin, sepse nuk e paguaj dot më çerdhen. Ku është djali me qera fjala? Po fla. Ke para që të blejmë disa ushqime? Jo, ushqimet bli kur të marrësh rrogën. Po unë duhet paguaj çerdhen. E po pastaj? Kevin, po ti as djalin tënd nuk di të mbash. Ju po jetoni në shtëpinë time apo jo? Çfarë doni më shumë? Ti nuk rri fare me ne. Asnjëherë nuk gjendesh në shtëpi. E për çfarë të rri? Për të dëgjuar ty që vetëm ankohesh? Unë po dal më mirë. Kaloja aq shumë kohë me gruan që më siguronte metamfetaminën, sa Debi u detyrua të largohej nga shtëpia duke e marrë djalin me vete. Nuk doja t'ia dija për të. As prindrit nuk doja t'i kisha pranë. Kur ajo kishte nevojë për para, më takonte dhe grindeshim sepse rrallë herë më gjendeshim para në përgjepa. I shpenzoja të gjitha për metamfetaminën. Një natë po qëndronim në një rulot dhe po përgatisnim drogë. Dhe në një moment të caktuar dikush ndesi një cigare. Gjysma e rulotit mori flak, por ne arritëm të dilnim jashtë. Policia dyshonte dhe u friksova aq shumë, sa shpesh flija në kamionçin pyjeve. Duhet të heq dorë sa më shpejt të jetë e mundur. Por nuk di si. Është e pamundur. Duhet të vras veten. Jo, mami dhe babi do të vuanin shumë pastaj. Mund të aksidentoj me kamionçinën, dhe kështu ata nuk do ta marrin vesh të vërtetën. Por çfarë do të ndodh nëse shkoj në ferr? Ajo Krishtlindje ishte e mbushur me dhimbje. Kisha frikë të rrija me të tjerët, madje edhe me djalin tim të vogël. Në pranverë isha në punë duke prerë dru, kur pastori i kishës ku shkonin prindrit erdhi të më takonte. Si e Kevin? Çfarë kërkoni nga këto anë pastaj? Erdha të takoja. U bë kohë gjatë që nuk të kam parë në kishë. Kam qenë pak i zënë. Babaju yt është në merak. E po, mos të bëhet merak. Kjo është jeta ime dhe do të jetoj ashtu siç dua. Kjo botë të ka mashtruar, Kevin. Ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj humb shpirtin e vet? Unë mirë e kam shpirtin. Ashtu? Po ku mendon se do ta kaloje përjetësinë nëse do të vdisje sot? Shiko, unë jam i shpëtuar. Ai të lutem më lër të qetë. Mirë, po të lë të qetë, por Kevin, duhet ta dish se të dua, edhe se po lutem për ty. Fjalët e tij më prekën shumë, dhe nuk mund t'i hiqja dot nga mendja. Disa muaj më vonë një grup shokësh përgatitën metamfetaminë në shtëpinë time, por më pas e pastruan. Me njërin prej tyre shkova në mbyll për të fshehur drogën. Atje dëgjuam një zë që dukej si një mace e egër, dhe shoku krameje filloi të qëllonte me armë.
Unë ja dola ta fshija drogën. Por ne ama nuk e dinim se kishim rënë prej hetuesve që po na vëzhgonin. Pas 3 ditësh ata erdhën të më takonin në shtëpi. Edhe Debi ishte e pranishme. Kevin, sot nuk do shkoj në punë, nuk ndihem mirë. Në rregull, qëndro këtu me mua se më ka marrë malli për ty. Edhe mua, zemër. Si thua sikur ti dhe Vinci të ktheheni që t'jetojmë së bashku. Kevin, mua nuk më pëlqen droga dhe njerëzit që vinë këtu për ta blerë. Në shtëpi nuk ka drogë. Unë nuk merrem më me këto gjëra. Sa do të doja që gjërat ishin ndryshe. Këtë herë ashtu do t'jenë. Qëndro dhe do ta shikosh. Sikur të mund të ishim një familje e vërtet. Edhe unë këtë dua, zemër. Të lutem, ta provojmë? Çfarë po ndodh? Është policia. Një ditë më parë kisha shitur të gjithë metamfetaminën. Ndaj të vetmet gjëra që policia mundi të gjente, ishin disa sende personale për përgatitjen e drogës. Ata më arrestuan si keqbërës, por Debin e lanë të shkonte. Pasi dola nga burgu, për 3 ditë qëndrova në shtëpinë e prindërve, derisa oficeri mbikëqyrës më arrestoi sërish. Prisja vendimin e gjykatës në burgun e Kontes dhe lutesha që Perëndia të më nxirrte jashtë. Prindrit erdhën të më vizitonin. Birë dhe kam sjell një Bibël. Faleminderit, babi. A shkon në shërbesat që bëhen këtu? Po, shkoj. Kevin, dorëzoja jetën tënde Zotit dhe ai do të të ndihmoj. Mami, unë e kam bërë këtë që kur isha 9 vjeç. Të kujtohet? Ti përsëritet disa fjalë, por ato nuk kishin asnjë kuptim për ty. Gjithashtu je përpjekur të mbash njërin këmbë në botë dhe tjetrën në mbretërinë e Perëndisë. Por nuk mund të jetosh kështu. Jezusi tha se nuk mund t'i shërbesh 2 zotërinjve në të njëjtën kohë. Vëlla Beri vjen të më takoj çdo javë. Ai më ka dhënë disa broshura për të lexuar. Oh, sa mirë. Babi, si po të shkon puna? Ja, ashtu. Jo edhe aq mirë. Kjo do të thotë se nuk më jep dot para borxh që të marr një avokat të mirë. Të them të drejtën, Kevin, nuk mundem. Atëherë është e sigurt që do të më shpallin fajtor. Të gjithë të ashtu quajturit shok u zhdukën, por Debi ndenjë pranë meje. Qëndrova në burg për 7 muaj derisa u shpalla fajtor. Duhet të më kishin vënë pas hekurave, por gjyqtari më la të shkoja sepse gjatë asaj kohe brenda, unë isha sjellë shumë mirë. Tani isha i lirë dhe fillova të shkoja në kishë me prindrit. Por, para se të niseshim, merrja drogë në oborrin e pasëm të shtëpisë. Kevin, duhet të bëhesh gati për në kish. Ja, tani. Por fillimisht duhet të nxjerr jashtë disa mjete nga dyqani. Mirë, po mos u vono. Jo, do të mbaroj shpejt. E di? Kam menduar të bëj një kurs patente për të ngarë kamionin e madh. Kamionin e madh? Gjithnjë kam dashur të ngas një kamion të tillë. Mos më thuaj se ke ndërmend të punosh sërish me baban tënd. E po, biznesi i tij po falimenton. Më vjen me të vërtet keq. Është faji im. I kam marrë shumë para borxh dhe tani nuk mund t'ja shlyej. Edhe punëtorin që kishte e mbaja jashtë deri vonë, dhe të nesërmen ai ishte i pafuqishëm për të punuar. Gjithashtu koha që kalova në burg e rrëzoi shumë babin. Edhe ai e kishte të vështirë të përqendrohej. Po tani çfarë do bëj? Nuk e di fare. Unë vetë ndihem keq. Mirë pra. Po shkoj të heq ato mjetet nga dyqani dhe do të kthehem shpejt. Në vitin 2002 mora patentën për të ngarë kamionin. Një kompani që e njihte i mat më ofroi të punoja me ta dhe pranova. Gjatë javës puna më detyronte të isha jashtë qytetit. Kjo gjë më mbajti larg shokëve të vjetër, kështu që nuk merrja drogë. Por në fundjavë kthehesha në shtëpi, blija metamfetamin dhe e pija. Në dhjetor të vitit 2003, ne shkuam në kishë për të parë një dramë të organizuar për Krishtlindje. Fundi i dramës fliste për gjykimin e Perëndisë ndaj të humbërve. Zemra më mbush me frikë. Në fund u dha një ftesë për të dalë përpara dhe për të pranuar Krishtin. Ne sa po mësuam se Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Jeta e përjetshme fillon kur ne pranojmë Krishtin në zemrën edhe jetën tonë.
Jezusi tha, kush më ka parë mua, ka parë atin. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, edhe Jezu Krishtin, që ti ke dërguar. A e keni pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtar? A keni dalë përpara Perëndisë si gjallë? Po, unë jam i shpëtuar. U shpëtova kur isha 9 vjeç. Tek letra e 2 e Korintasve, kapitulli 5, vargu 17 thuhet: prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Pra nëse nuk keni ndryshuar nga jashtë, do të thotë se nuk jeni shpëtuar nga brenda. Më në fund Perëndia e preku zemrën time, dhe nga ai moment e kuptova se isha i humbur, se kisha nevojë për një shpëtimtar. Por frikrat e së shkuarës më mbanin të lidhur. Kisha frikë nga ajo që njerëzit mund të mendonin për mua nëse dilja para altarit. Në fund të muajit Debi pranoi Krishtin në jetën e saj. Kështu ne filluam të shkonim në shkollën e së dielës dhe po ashtu në kish. Në janar të vitit 2004, në kish u organizua një shërbesë e veçantë me një predikues të ftuar. Sepse është shkruar, rroj unë, thot Perëndia, se çdo gjë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do ta lavdërojë Perëndin. Ai është Perëndi dhe është i shenjtë. Tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, fjala thot: por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirrri, të jeni edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Sepse është shkruar, jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Miqtë e mi, nështrojuni pra Perëndisë. Kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Si mund ta kundërshtojmë? Duke përdorur shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Jo vetëm që duhet ta flasim fjalën e tij, por duhet ta vëmë në zbatim gjithashtu. Dëgjoni, Perëndia nderon fjalën e tij, ndaj duhet i besojmë atij. Besojani atij jetën tuaj. Jezusi tha: ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Kështu pra, ne duhet i besojmë Perëndisë ditë pas dite. Ditë pas dite, derisa ti nënshtrohemi vullnetit të tij. Këtu mes nesh është dikush që ka nevojë të dorëzojë jetën e tij Krishtit. E dija që ai po fliste për mua, por nuk reagova sepse kisha ende pak drogë që nuk i kisha përdorur. Kisha vendosur që në shërbesën e së mërkurës të bëja lutjen e shpëtimit. Por Perëndia nuk punon sipas planit ton. Të mërkurën dola përpara dhe pastori u lut. Megjithatë, unë u largova i pashpëtuar. Në shërbesën e së premtes, mëkati po ma rëndonte tej mase zemrën, por kisha frikë nga ajo që njerëzit do të mendonin nëse do dilja për herë të dytë para altarit. Më pas ne shkuam për të ngrënë, por nuk munda të fusja gjë në gojë. Para se të shtriesha për të fjetur në mbrëmje, u luta duke i kërkuar Perëndisë të më jepte një mundësi të dytë për të shpëtuar. Në mes të shërbesës të dielën në mbrëmje, dikush doli përpara altarit dhe unë ndoqa nga pas. Këtë herë ke menduar mirë këtë që po bën Kevin? Apo jo? Po, pastor. Atëherë ja këtu. Zoti Jezus, jam i humbur dhe do të shkoj në ferr. Ti je vetëm një shpresë që kam. Pendohem për mëkatet që kam bërë kundër teje. Më vjen keq për mënyrën se si kam jetuar më parë. Më fal mëkatet dhe më shpëto. Të lutem, Perëndi. Tani ngriu, edhe tregoj kishës atë që Perëndia ka bërë në ty. Po, pastor. Jezusi sapo më shpëtoi nga mëkatet dhe nga vdekja. Mendoja se isha shpëtuar sepse kisha përsëritur një lutje kur isha 9 vjeç. Por këtë herë kuptova fjalët që thash. Shtëpia jonë u bë e pastër, dhe unë nuk isha më i varur ndaj drogës. Gjatë kohës që ngisja kamionin, dëgjoja çdo stacion të krishterë radiofonik që gjeja në mënyrë që të mësoja gjëra të ndryshme dhe të mund ta ndaja me të tjerët. E kisha të vështirë të përqendrohesha, sepse kisha pirë drogë për një kohë të gjatë. Por Perëndia filloi ta restauronte mendjen time ndërkohë që lexoja Biblën. E kam pak më të lehtë të lexoj Biblën sepse tani e kuptoj. Ashtu është. Unë e kam gjetur veten në shumë pasazhe. E di, e njëjta gjë më duket me predikimet kur i dëgjoj. Më duket sikur janë vetëm për mua. Është e mrekullueshme. E mrekullueshme është mënyra se si Perëndia na udhëheq me dashuri. Javën e shkuar në kish,
Ai predikimi për zemrimin. Më preku edhe mua. E dija që duhet i kërkoja të falur disa njerëzve. E dija gjithashtu që ky ishte vendimi i dur, dhe u tregova i përulur. Jam e bindur që të është dashur të lësh më njan krenarin. E vërtet, por nuk dua të lejoj që gjëra të tilla të pengojnë marrëdhënien me Perëndin. Kevin, ti e di që ne jetojmë në mëkat. E di, duhet të martohemi sa më parë. Pikërisht, këtë duhet bëjmë. Ne u martuam 2 javë më vonë dhe filluam të studionim Biblën si familje. U përpoqja të isha një bashkëshort dhe një baba më i mirë. Në vitin e parë të shpëtimit, Perëndia më ndihmoi të lija cigaren. Bisedova me pastorin ton për të lënë fletushka ungjillizuese në stacionet e kamionëve. Kjo është ide e mirë, Kevin. Mund të lesh edhe kasetat me predikimet e kishës sonë. Duhet të lutemi që Perëndia t'i vendos ato në duar të duhura. Pastor, më kanë kërkuar të ngas një autobus dhe të sjell disa fëmijë në kishë. Do të më pëlqente shumë ta pranoja. Lavdi Perëndis. Është shumë bekim të shohësh se si zemrat atyre fëmijëve kanë ndryshuar. Unë dua të bëj çdo gjë që Perëndia më kërkon. Sa mirë. Ai kërkon një zemër që është e gatshme, Kevin. Ndaj dije se ka për të drejtuar. Perëndia më afroi pranë tij hap pas hapi. Ai na bekoi me një djalë tjetër. Në vitin 2006 e dija që ai donte të jepja mësim. Kështu bisedova me pastorin dhe u lutëm. Ofrova ndihmën time në kampet me disa antar që sapo ishin shpëtuar. Dhe ndaja me ta gjëra që nuk mund t'i kuptonin, por Perëndia më bëri të përulur. Mësova ta studioja Biblën më në thellësi. Më pas më kërkuan t'ju jepja mësim adoleshentëve. Në fakt, më shumë mësova vetë se sa ju mësova të tjerëve. Perëndia ka gjithmonë diçka të re për të më mësuar. I pabesi merr hua dhe nuk e kthen, por i drejti ka dëshirë dhe dhuron. Mirë pra, e lexova. Po çfarë do të thotë? Debi, unë kam disa fatura të vjetra dhe 2 njoftime bankare që ende nuk janë paguar. Gjithashtu i detyrohem $4,000 një avokati. Kjo është një shumë e madhe parash. Perëndia ka punuar me mua dhe më ka kërkuar që t'i shlyej të gjitha ato. Por nga do t'i gjejmë? Duhet të besojmë që Zoti do ta gjejë një mënyrë për t'i siguruar ato. Tani dua të telefonoj avokatin. Çfarë të tha? Sekretarja mundi të gjente vetëm një faturë për $600. Me të vërtetë e ke? Po, i kërkova të kontrollonte mirë, por ajo tha që nuk ishte fatura të tjera. Po, kjo është e mrekullueshme, Kevin. Po, Perëndia është madhështor. Ne i paguam borxhet, por me disa kompensime të vogla që na bën dhe duke mësuar t'i menaxhonin paratë siç duhet. Perëndia i ka plotësuar gjithnjë nevojat tona. Unë ende bëj gabime, por ai më ngre lart sërish. Ne sapo jemi kthyer nga udhtimi ynë i parë si misionar në ishullin Abako, dhe atje ndam me njerëzit dashurinë dhe të vërtetën për Perëndin. Dhe dëshmia është kjo. Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndis, nuk ka jetën. Dëgjues të dashur, edhe ju mund të merrni jetën e përjetshme të Perëndis nëse luteni së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë pendohem për mëkatet e mia dhe besoj se ti dërgove Jezusin të vdiste për mua. Unë besoj se ai u ringjall prej së vdekurit dhe tani jeton përgjithmonë. Jezus, t'jam mirënjohës që vdisje në vendin tim. Më shpëto. Ja në zemrën dhe në jetën time dhe më bëj si ti. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me ne, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Me shumë kënaqësi ne do t'ju përgjigjemi çdo pyetje që keni. Ndoqët programin me numër 317. Kjo ishte historia e vërtetë e Kevin Knowles. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe usoll në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani.
Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.